Jemi rikthyer në studio dhe tani jemi në pjesën tjetër të studios të Alarmit edhe unë e Mira kemi kënaqësinë që këtë intervistë realizojmë me Nora Cimili Gagica, drejtoresha ekzekutive e ndërmarrjes publike Gjelbërt, ku do të flasim për këtë ndërmarrje e cila me kalimin e viteve ka forcuar angazhimin ndaj qëndrueshmërisë dhe ka sjellë më shumë gjelbrem në kryeqytet. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe Nora. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi kemi në studio Nora, edhe vlen të cekët që po i shohim mjaft aktiv punëtorët e ndërmarrjes Gjelbër në qytet, edhe hapësirat e Gjelbra me të vërtet po duken bukur, tash edhe koha e pranverës edhe me cilat aktivitete pak a shumë ujna me i po ata të angazhuar në terren. Po, e Mira dhe Jeta, faleminderit shumë. Pikrisht është kjo koha kur ne fillojmë me gjitha aktivitetet e ndërmarrjes dhe është pothuajse koha ku më së shumti jemi të angazhuar. Fillojmë do me thonë prej punës së krasitjes, mandej kositjes, mirëmbajtjes në përgjithësi të hapësirave Gjelbra, mbjelljes, është koha edhe përshtatshme si mbjelljeve të drunjve dekorativ, po ashtu edhe luleve sezonale që i bëjmë, e më pas edhe aktivitetet e tjera që i kemi. Qysh prej kohës, do me thonë, prej fillimit të pranverës, në muajin mars, ne fillojmë me krasitjen apo dekorimin e drunjve, apo të bimëve dekorative, po ashtu edhe shkureve. Këto mandej i mbledhim edhe është koha kur bëhet edhe kompostimi i tyre, cila dërgohen në qendër të kompostimit dhe këto kompostohen për pleh organik. Në ndërkohë vazhdojmë me aktivitete mirëmbajtjes, ku me prilin fillon me njëherë të përmirësohet koha, disa rezedillit edhe fillojnë e keni pa edhe bari vazhdimisht rritet, kështu që edhe vazhdojmë me aktivitetet e kositjes në gjitha sipërfaqet e Prishtinës, të cilat i ndërmbajmë ato publike. Kështu mandej pason edhe pjesa e mbjelljes të drunjve dekorativ, luleve sezonale, me siguri keni pa, tash shpeqemi duke vazhdu me këtë aktivitet dhe mbjelljen e luleve sezonale të cilat i prodhojnë në vetë në lulishtën e ndërmarrjes. Aktivitetet janë të një pas njëshme, në përgjithësi mund të them që prilli është muaj mjaft sfidues për ndërmarrjen, për shkak që ka mjaft ditë me shi, po ashtu edhe mjaft ditë të festave zyrtare, dhe kjo lun rol në dinamikën e punëve, sidomos për një ndërmarrje publike e cila punon prej të hanën deri të premten, 5 ditë pra, edhe potencialisht nëse ka me qenë një ditë me shi edhe një ditë me pushim, mandej ka me qenë 3 ditë tjera të cilë punëtorët punojnë. Po, me, do me thonë, ardhin e muajit maj, gjithçka vjen në vend vetë, edhe fillojmë me thonë vazhdimin e aktiviteteve edhe dalim nga kjo krizë, me thonë. Po, Nora më ka tërheqë vëmendjen kampanja Prishtina qytet për bletët. A mundesh më na fol më shumë rreth këtij projekti apo kësaj kampanje? Po Jeta, kampanja Prishtina qytet për bletët është një kampanjë mjaft e dashur për ne. Për qëllim e kemi vetëdijsimin apo rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për rëndësinë e bletëve dhe rëndësinë e bletëve në ekosistem, si dhe rëndësinë që qytetarët apo qyteti mund t'ia jap bletëve përmes krijimit të hapësirave të reja apo hapësirave të them miqësore në zonat urbane. Jemi të vetëdijshëm të gjithë për fenomenin e zhdukjes së bletëve, që është mjaft shqetësues për ekosistemin tonë. Këtë aktivitet e kemi, të themi, bashkë kemi planifiku, edhe kemi bërë bashkë me Rozin, Rozi dhe Bisever, është një vajzë e re, apo të themi Rozi shpëtimtarja bletëve, të cilin e përgëzoj shumë për punën jashtëzakonshme që ajo bën. Rozi ka nisë një iniciativë qysh nga viti i kaluar, për mbrojtjen e bletëve dhe lobon në këtë drejtim për shpëtimin e bletëve. Andaj së bashku në Prishtinë, te rruga një kënd i cili është një sipërfaqe gjelbëruse mes rrugës Fehmia Agani dhe rrugës UÇK, kemi bërë mbjelljen e disa luleve të cilat i tërhekin bletët. Rrjedhimisht ne si ndërmarrje përqafojnë iniciativat e tilla urbane dhe mendojmë që ka rëndësi në ruajtjen e mjedisit. Andaj si ndërmarrje zotohemi edhe që në të ardhmen të mbjellim lule të tilla, po ashtu edhe i bëjmë thirrje të gjithë donatorëve, organizatave të huaja, qoftë institucioneve vendore, me na u bashkangjit në këtë kauzë, për shkak që mendojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Bashkë me Rozin kemi planifikuar edhe disa aktivitete tjera, të cilat do i zhvillojmë në javët të muajit në vijim,
Për momentin, Rozi do të sjellë në ndërmarrjen tonë, në lulishtën në qendër, ku e kemi në qendër të Prishtinës, do të sjellë disa kaset apo koshere të bletëve, ku bletët do të gjejnë, do me thonë, akomodim në qytet për momentin, ndërkohë do të kemi edhe iniciativa tjera, t'i vendosim edhe disa koshere tjera në disa lagje tjera, po ashtu potencialisht të punojmë edhe në ndërtimin e disa hotelve për bletë, ashtu që quhen, që bletët të kanë vendin e tyre gjatë rrugtimit tyre, do me thonë, prej lullës në lullë. E potencove që veç keni fillu me mbjelljen e disa lulleve që i tërhekin bletët fillimisht, po sa po rezulton e suksesshme kampanja? Për fillim, ka të qenë mjaft e suksesshme, këndin të cilin këtë sipërfaqen e Gjelbërt që e kemi mbjellur, vetëm e kemi vizituar dhe po shohim frekuentim të bletëve tani. Kjo iniciativ duhet edhe të vazhdohet. Ne si ndërmarrje edhe po tentojmë që edhe vitit, do me thonë, në vijem, apo muajt në vijem, të planifikojmë edhe blerjen e farave të cilat kanë me qenë për lullë të cilat i tërhekin bletët më shumë. Lullet të cilat ne i kultivojmë në lullishte janë kryesisht lullet të cilat janë, të themi, më të rezistueshme ndaj temperaturave të Prishtinës dhe kushteve për me u rritë dhe me u kultivu në Prishtinë, me pas një jetë gjatësi sa është kjo pjesa, me thonë, sezonale. Pri lulleve kemi lullet tagetis, salvin, e kemi këtë lullën zjari, disa shkure të tjera të Salvia e ku që më duket ka qenë e fundit që veç është në mbjell, me sa e kam pa. Po, salvin dhe petunin, këto kanë qenë të fundit të cilat janë mbjellura. Edhe, do me thonë, këto janë këto lullet që kemi pa këtë vit në Prishtinë. Pikrisht, këto janë lullet të cilat nuk din mos se kam haruar ndonjë. Kryesisht janë lullet, po kemi edhe disa shkuret e tjera të cilat jemi të i kultivu. Shkuret normalisht janë gjethëmbajtëse, janë të tipit si lloj bredit ose pishës, të cilat munden me mbajt gjethen edhe gjatë kohës të dimrit, në përdallim prej lulleve një vjeqare, të cilat në realitet i rekomandojmë shumë, po për shkak të kushteve që lullishtja na ofron, me thonë, na lejon në fakt vetëm me zhvillu edhe me prodhu lulle një vjeqare, lullet një veçare, ose edhe këto bimë të tjera, ne kultivohen nga vetë punëtorët e ndërmarrjes. Lullishta gjendet në qendër në zemrën të Prishtinës, në rrugën Fehmi Agani, ku i kemi punëtorët të cilët janë bëjnë një punë të shkullqyshme, pavarësisht me kushtet që i kemi në lullishte, edhe mrim me i kultivu 500 deri 600.000 lullje në vetë. Ne jemi në fazën e prodhimit dhe kjo është merë një kohë graduale, muaj nga muaj, do me thonë, prej një lulje, lojit të lullet, më ndej vazhdojnë kultivimi lojit të tjetër të lulljes. Po për këtë vit, ose për këtë sezon, sa është kapaciteti ndërmarrjes? Sa i përket kështu mbjelleve të lulleve? Për këtë vit, fatkeqësisht kemi bërë disa fatkeqësisht dhe fatmirësisht, kemi bërë disa renovime dhe disa intervenime në lullishte. Jemi në proces të ndërtimit të lullishtës së re, të themi të serës së re. Kapaciteti këtë vjet ka qenë pak më i vogël, të themi 400 deri në 500.000, por eventualisht varet ashtu edhe prej kohës, për shkak që disa nga ato janë nxjerrë prej serave dhe janë ekspozuar jashtë. Urojmë të mos kemi ndonjë breshër ose kushtet atmosferike të rënda që mos t'i dëmtojnë ato. Për ndryshe mundet të jetë edhe kapaciteti prej 500 deri në 600.000 si kemi vazhduar në të kaluamën. Me thonë vazhdojmë me kultivimin e lulleve të njëjta, kryesisht, her pas her shtojmë një lloj apo heqim, për shkak që o bëjmë testime edhe në qytet, prej vitit në vit të cilat prej lulleve janë pak më të përshtatshme, por kryesisht këto që i përmenda janë lullet, me thonë, tagetisin, edhe nuk begonin harova me përmend. Edhe me begonin kemi fillu. Me gjasë moti do jetë në anën tonë, kështu që pa problem. Si pas gjitha gjasave, se deri tash e kemi pas mas një kohë bajegi me shije dhe... Po, e vërtet. A mbjellën lullet edhe në bazë të kritereve estetike, apo vetëm në bazë të qëndrueshmërisë së tyre edhe mbjetesës? Të dyjat, mund të them. Ne së pari, ashtu edhe që shë përmenda,
lule zgjedhen me kujdes që ti mbjetojnë pushteve atmosferike, po ti mbjetojnë edhe mobilerisë urbane dhe të themi kushteve të infrastrukturës së Prishtinës. Për shembull, kemi disa lagje ku lulet mbjellën dhe ato janë afër betonit apo asfaltit. Duhet me ditë që betoni thith një mas të madhe të nxehtësisë, edhe ajo mundet me liru nxehtësinë, ndërkohë edhe me i dëmtu lulet. Kështu që në këto kushte, për shembull, mbjellet lulja tagetes e cila është mjaft e qëndrueshme ndaj temperaturave të larta. Mandej kemi edhe pjesën e estetikës, të cila do të thonë, e cila aplikohet varësisht prej hapësirës ose sipërfaqes ku na mbjellim. Në ndërmarrje kemi ekspert, sidomos në pjesën e lulishtës, ku kemi 80% të punëtorëve të stafit janë gra, cilat i përgëzoj jashtëzakonisht për punën e tyre të mirë. Kemi kultivuese të luleve, po kemi edhe aranxher, e cila ka njëra ndër aranxheret, e cili është me një përvojë shumë vjeçare, të themi 20 vjeçare në ndërmarrje, dhe i ka tejkaluar secilën sfidë, edhe tashmë të themi i ka tejkaluar edhe pengesa, sfidat dhe tashmë din si të bëj këtë përpunimin, aranzhimin edhe dekorimin e luleve, si edhe ko t'i mbjell ato në bazë të formave, se si kërkohet normalisht edhe prej komunës apo drejtërisë së parqeve, po ashtu edhe si e kërkon estetika ose hapësira në të cilën mbjellëm. Po, çka mendoni, a ka Prishtina mjaftueshëm sipërfaqe të gjelbëra edhe a ka hapësirë për me kriju parqe të reja? Mund të them që Prishtina kohëve të fundit ka bërë një përmirësim në shtimin e hapësirave të gjelbëra, por ende nuk jemi aty ku duhet. Jemi të vetëdijshëm që në shumë lagje nuk ka hapësira të gjelbëra, nuk ka të themi ishuj të gjelbërt apo ndonjë park. Hapësirë për me kriju parqe të reja ka nevoj, ka shumë nevoj. Jemi të vetëdijshëm në shumë lagje ku ne banojmë, nuk ka hapësira të gjelbëra apo nuk ka ndonjë park të vetëm ku familjet apo banorët mund të ta vizitojnë apo për ndonjë rekreacion. Mendoj që duhet të punohet shumë në këtë drejtim. Kjo normalisht lidhet edhe me buxhetin e cilin e ka komuna e Prishtinës. Për këtë normalisht që nevojitet edhe një planifikim hapësinor më i mirë, mandej edhe një bashkëpunim me aktorë të ndryshëm dhe institucione të tjera, që të arrihet të themi një Prishtinë më jetueshme për qytetarët, sidomos për njerëzit që jetojnë, nuk jetojnë në shtëpi, nuk kanë obore, po jetojnë në banesa. Mes punëtorëve nga ndërmarrja gjelbër në teren kemi vretur edhe angazhimin e grave. A është kjo ndonjë përfshirje e re edhe ndonjë vendim i ri nga menaxhmenti i ndërmarrjes edhe pse? Po, Emira, është një iniciativë që menaxhmenti ka ndërmarrë me krenari. Ndërmarrja, që është për fillimit kemi planifiku përfshirjen e grave dhe është një pjesë e politikës sonë, përfshirjen e grave apo të punojnë drejt barazisë gjinore në punë. Mendojmë që gratë mund të japin, kanë kapacitet, vullnet edhe profesionalitet që mund të kontribojnë jo vetëm në fushën e ndërmarrjes tonë, po edhe në fushat e tjera të cilat janë tradicionalisht dominuara nga gjinia mashkullore. Mendoj që të njëjtat posedojnë profesionalizëm edhe besoj që përfshirja e grave si në teren, në operativ, apo ndonjë në administrat, ka merit në ndërgjegjësimin edhe do ta përmirësoj, do të ndikoj në perceptimin e përgjithshëm të shoqërisë për rolin e gruas në punë. Si ndërmarrje, çka kemi bërë, e kemi rritur numrin e të themi menaxhereve, koordinatoreve në teren, të cilat e mbikëqyrin punën e punëtorëve. Kjo mund të vrihet edhe në teren. Pavarësisht dëshira jonë është të kemi edhe gratë të cilat për shembull mundën të angazhohen edhe në teren me punë fizike, po kjo është pak më e vështirë për shkak të forcës që ndoshta gjinies femërore i mungon në krahasim me ata
të gjinisë mashkullore. Nora, cilat janë sfidat që Gjelbër përballet më shumë të metodë dhe vështërsitë që ju i hasni? Sfidat kryesisht ndërlidhen me buxhetin në përgjithësi, sfidat në ndërmarrje, tash është ky viti jemi i tretë në të cilin e udhëheqim ndërmarrjen dhe i kemi përmirësuar disa sfida i kemi të kaluar, megjithatë ato që duhet t'i përmend janë sfidat që i kemi pasur me makinerinë, në të cilat kemi investuar. Tashmë kemi makineri mjaft të mirë në teren, sa i përket mirëmbajtjes dhe të themi në fushën e kopshtarisë dhe gjelbrimit që i nevojitë ndërmarrjes. Megjithatë, kemi nevojë për përmirësim të flotës, sa i përket makinerisë më të rëndë, të cilat besoj që në vitet në vijim komuna uroj të ndaj buxhet pak më shumë edhe të kemi mundësi me i ble ato. Megjithatë, përveç makinerisë, të themi një sfidë tjetër është edhe numri i punëtorëve fizik. Ne kemi rritur numrin e punëtorëve fizik vitin e kaluar, megjithatë, hapësirat e Gjelbra gjithmonë përshtohen, apo sfidat gjithmonë janë të ndryshme me motin dhe ato gjithmonë shtohen sfidat e pengesat, për atë gjithmonë rritja e numrit të punëtorëve në teren ndihmon në adresimin e gjitha pengesave apo punës apo shtimit të vëllimit të punës. Por dal nga dal jemi duke i sistemu në si ndërmarrje të themi fluksin më të madh të punës e kemi nga muaji i mars deri në muajin korrekt dhe është kjo koha kur jemi jashtëzakonisht të sfiduar me punë edhe me rritje të vëllimit të punës. Normal, na kishte ndihmu angazhimi i për shembull punëtorëve sezonal, po që kjo për momentin me rrethanat edhe me klimën që kemi është jashtëzakonisht e vështirë. Nora, faleminderit shumë për kohën edhe ju uroj një ditë të mbarë, po mbi gjitha edhe suksese për sa i përket menaxhimit të ndërmarrjes, se me të vërtetë e luani një rol kyç për krejt shoqërinë tonë. Faleminderit jeta e mira, ishte kënaqësi për mua. Shumë kënaqësi, shumë faleminderit që ishe pjesa e emisionit.